Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona takojnë Allahut të madhruar. Elusme Allahun te baraka wa taala të na ruan nga çdo sherr, nga çdo e keqe, nga çdo devijim dhe lehthitje. Allahun elusme të na ruan nga çdo mëkat, nga çdo rrëshqitje. Dhe elusme Allahun te baraka wa taala që ta mundson të jesim stabil, të fuqishëm këtë rrugë deri në ditën e takimit me të. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Takohemi sonte me lejen e Allahut të mëdhenuar në dersin ton të radhës, ku jemi duke folur për një konflikt i cili është nga konfliktet më të hershme në tokë. Dhe kemi përmendur në takimet tona të kaluara se të gjitha konfliktet pasaj që kanë ndodhur në tokë vijnë si rrjedhoi e këtij konflikti. Edhe pse është kaq i rëndësishëm, edhe pse është kaq i hershëm, edhe pse është do të thotë me reflektim të madh negativ në mes të njerëzve, megjithatë njerëzit shumë pak i kushtojnë rëndësi atë. Andaj sot në qoftë se marrim për shembull plan programet shkollore ose marrim libra që flasin për aspekte edukative të fëmijëve, të tjerëve kështu me radhë. Çfarë do lloj literature që konsultojmë për asaj fetare, po domethënë, do të nuk gjejmë që ndokush ka përmendur se edhe ky ka mundësi të jep një burim të keqës që duhet njerëz me rujt atë. Andaj kjo jep me kuptues se sa njerëz janë të painteresuar nga njëra anë dhe sa janë të painformuar në anën tjetër për këtë burim të kësaj të keqe e që Allahu xhalla xhelalu ka përmendur dhe na ka lajmëruar se ky është burimi i çdo të keqe. Andaj më duke folur për konfliktin mes shejtanit edhe insanit edhe njeriu në fytyrën e tokës. E që kemi përmendur në fillim arsyet që na kanë shtyrë të flasim për këtë konflikt dhe kemi folur për shkaqet apo arsyet pse na urren shejtani, çfarë i kena bënë atij. Na se shumë ato, ase prekum, që e këna puna ati që ai të në lufton neve kaq shumë ato. E kemi përmanë dhe këtë pësaj në lufton neve kaq shumë. Dhe pastaj në dersin apo legjerat në fundit kemi folur për atë se pasi që qenë ka armik i përbetum, pasi kaq shumë për në luftejka, që lupa i për neve, që ka dëna i për neve, që kim na, që ai s'kish pasjef me patë na. Dhe kemi përmanë se djetarët i kam përmandur, do thotë 7 apo 6 kërkesa dhe 7 sulme që shejtani i ka tek njeriu. Dhe ai nuk ndalet së kërkuari, madje edhe nëse ajo që e merr për njeriu është shumë e vogël. Mirë po nuk ndalet, nuk pushon së sulmuari, nuk pushon së luftuari, nuk pushon së armiqsuari, derisa qoftë edhe një pjesë të vogël të këtij njeriu e merr me vete. Dhe kemi përmenë sa i në fillim kërkon me marrë ato çka është më e madhja, zemrën e tij, i cili është vendi i besimit dhe është vendi i pushtetit tek njeriu. Po nuk pat mundsi këtë besim me marrë, kalon tek e dyta, tek e treta, apo kështu duke u përshkallëzuar deri në ato të fundit, që kemi folur për të në takimin tonë të fundit. Ato pika që kemi cek vëllezër nderuar në takimin e fundit, duhet që njëri mi pas gjithmonë me, mi pas shkruar. Sa ato ditë për të lipit të e. Na kemi cek nuk është ajo një kërkesë, domthonë javore, ose një kërkesë sezonale, ose një kërkesë që takon një moshë të caktuar të njerëzve. Për shembull, ato kërkesë i ka për shembull, më thon kështu apo. Me mendu dikush dhe kush mendon se gabim mendon. Me mendu dikush se shejtani kërkon për një me bëj shirk, si të na fillestar në Islam. Që të kërkon fillestar, halas po dim çka ka bëut, nuk dim çka ka, e li për një me bëj shirk. Apo ose kufër. Dhe pastaj tu avancuna në Islam kur të pjekum na i bëmë edhe gjë që po falem 15, tashmë ja sigurt na peshur këtë kufër. Na s'kena s'menojmë atë punë. Tash në punë tjetër këshir me na vuaj. Jo kështu. Ai që mendon se shejtani ka hiq dorë prej tij për me kthyer pret me apo pa besimtar ka gabu. Prandaj domosdoshmë duhet që vazhdimisht të interesohemi të mësojmë çka na mund këtë fe, çka na çet për kësaj feje, çfarë është rrezikshme për fen tonë, sikur se kemi thënë apo ndeshën e kaluar që vazhdimisht të interesohemi për ruajtjen e besimit tonë. Për ruajtjen e besimit tonë.
Andaj çdo njeri që don jetën e kësaj bote me koni suksesshëm, kjo është e thjeshtë në këtë botë. Nëse e ki një aparat, e ki një kompjuter, çfarë do që ki? Në shtëpinë tënde dhe me to ti punon. Ti nuk e blen një herë atë aparat, edhe mundohesh pastaj me to këtë punë me kry. Jo. E blen aparatin konform kërkesave momentale që ka i ki. Pastaj mundohesh vazhdimisht me shtu programe, me shtu pjesë, ka njerë do të me ndru komplet, se zvyraj, s'krym punë, do me blet tjetërin. Ama gjithmonë jenë për cilje. E në qofë se jetë e këse bote kështu t'jem, atëre edhe në kërkimin e bote, se të duhet t'jem kështu, të përcilin e vazhdimisht, a mos kom ra këtu, mos kom gabu këtu, në është ati qka nuk di, du t'hala me mësu e kështu më rap. Andaj po them ato që kemi cikë në desën e kaluar, do që shejtani munot që neve t'na hudh në ndonjë nga humnerat, greminat që a i ka pregadit për njerëzit, këtu duhet pas kujdes dy gjëra vëllezër. E para, nuk përreakshtohet nga ky sulm askush. Nuk guxon hoxha me thon xhamat shirku është për juve. Na hoxhallat jemi rahat për kësaj pune. Gabim është kjo punë. Nga sajnë shirkën, kufrën, bidatën, gjuna, në shpejt pa problem, se ka sulmon gjithë shkafin apo. Në qoftë se nuk ka pritu pejgambert mi prej ka pak këtë pika, çka thënë për të kanë prapë? Ha? Në qoftë se nuk ka pritu dhe nuk ka hezitu pejgambert mi provokun këtë çështje. Çfarë ta mërmene për dikon tjetër apo? Andaj kjo më kuptu se sa është serioze kjo punë, sa është e rrezikshme, sa nuk guzojmë na me mbyll syt kur para këtij realiteti. Pra besimtarët duhet vazhdimisht ta kontrollojnë, sikurse kemi sik shembullin desën e kaluar apo. Në qoftë se qosh për një veni që ka qenë kallabllak ose ka pas fërkim me trupe kështu më radh, çka bën ti? Automatikisht e çet dorë një dorë te kuleta, një dorë te telefoni dhe i mani run. Pse? Se mjedisi është i tillë ka mundësi me shku kuleta, a kemi thonë kështu? Andaj sa mjedisi sot i gjinesh ka mundësi me shku besimi, ka mundësi me shku ibadeti, ka mundësi me shku namazi, ka mundësi me shku ato. A prekësh për to ti me këshur, ka dalë a në rregull? Duhet më prek vazhdimisht. Duhet më prek vazhdimisht, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bëu dua për shirkun ka thonë o Allah, ma fal ato çka nuk e di. Apo, ato çka do ka mundësi me bëu diçka që është për natyrës të rrezikshme të fesë, por nuk e di njëri ato. E do që vazhdimisht të interesohemi. Vazhdimisht do që këtë jetë pjesë e vazhdueshme e angazhimeve dhe preokupimeve tona. Ato gjashtë kufi që i sulmon shejtani. Do merr dallon kufin e kufinit apo dallon pika për pikës, nuk është pika e parë, sikurse e fundit, mirë po duhet të kujdesem për gjithat. Nga sa ai nëse për marrëdhënie të parën nuk ka mundësi që të futet nga e para, atëra i mundohet që tek e para më arrit përmes gjashtës. Spritan ai më shku për para, për mas mi përdor të gjitha aspektet që të arrin deri tek ne. Por kjo është një kuptim i rëndësishëm që na duhet vëllazëri gjithmonë ta kemi me vete. Mos ndahet kur pe neve. Në takimin e fundit gjithashtu që kemi premtuar se kemi më vazhduar me fol për këtë temë, duke filluar që të flasim tashmë për metodat që ai përdor me arritje ato 6 pika. Na tham çka lipaj pe neve, çfarë dënë pe neve. Ai parat si dan. Jepja këtë parat ai si dan, se si vin parat shejtanit. Ai dan që parat që kiti mi hadit keq, që ta i dan. Mi po parat e tuja si vin aty. Andaj ati duhet, thash, të uhidit, besimit ati duhet, ati duhet vepra jote, ati duhet gjymtyrët e tuja me i shudzu në gjuna, që dhe i duhet ati, dhe këta e kuptum, apo në desh në kalum, këta i kemi kuptu gjërësisht. Tash, sot do të flasim, e qysh në ashtë me bukë shupra, apo, qëfar metoda përdor shejtani për të realizu qëllimet e ti. Këto metoda në nuk duhet me i kërku kërkun, përveç se në Kur'an. Nga se kur kush nuk dhe me në kazu për te përveç Allah Gjela Gjela Liuapër. Andaj kush dhe që kërkan për shejtanin, me lezu për te, në librat biologjis, në librat kimis, në librat fizikës, gabim e ka, së në gjonat e kurgja. I vetë një burim që në të rëgën neve, se qysh në sulman, dhe qëfar metoda përdur, armiku një përbetuar është fjallë Allah të barek o ta'ala. Andaj sa ma te për njeri është i lidh me fjallë Allah të azogjel, sa ma te për është në kontakt me këtë fjallë të Allahut, në përditshmërinë e tij, aq më i ruajtur është, aq më i kujdesur është dhe aq më i informuar është. Sa më lart i libri, sa më rrallë bjen mend me çletu, dije se më shpesh ti merron në kurthat e shejtanit. Ka se të libër skemna. Çka na rumbi ti?
Kush na mëson për të neve? Për aq Kur'anit, kush? Kur shkafi. Andaj nëse gjojmë profesor, doktor, adhuron lopën. Don fizika aty se ka qume lon lopën apo. Don se ka gjetë në fizikë dhe në kimi atë që duhet veç Allahun madhruar. Apo s'ka dash me gjetë. Prandaj ky Kur'an është ai që na udhëzon neve. Dhe duhet që të jetë i lidhur me neve. Duhet që të jetë vazhdimisht në kontakt me neve ky libër. Që për këtë libër pastaj ne të mësojmë se çka kërkon ky armik për neve, çfarë metoda përdor dhe në anën tjetër si ti rezistojmë këtyre sulmeve të tij. Si të akthejmë në si të mbrohemi, si të bëjmë në ata që e sulmojmë atë. E kështu me radhë. Sonde do të jemi në takim me një metodë, për metodave që i përdor shejtani, dhe do të vazhdojmë kështu disa takime me radhë me metodat e tjera, që të flasim për to metoda mrena mundësive, domthonë të kohës edhe të asaj që kemi përgatitur, të përmendim do të thotë se çfarë metoda përdor shejtani për të na devijuar neve dhe çysh e përdor këtë metodë. Do të para çka përdor dhe e dyta çysh e përdor. A kuptuat? Dhe para e përdor për shembull këtë që kemi para vetë. E çysh e përdor këtë edhe këtë e kallëzojmë inshallah. Do të gjithat që të ruhemi dhe të mbrojmë nga sulmet e tij. Allahu Jalla Jalaluhu thash në Kur'an na ka lajmëruar se çfarë bën ky armik. Është interesant në qoftë se meditojmë renditjen e Kur'anit. A duhet me meditu Kur'an apo? Jo më marrë me qel edhe si shpejt me lezu pa marrë vesh kurrë të jap. Do të marrë me meditu, ka thënë çka që të paskar. Allahu Jalla Jalaluhu çu po u shpreka. E ka kjo një ursi këto. Andaj po them në qoftë se marrëm dhe meditojmë renditjen e Kur'anit. Surja Fatiha, Surja Bekare, Al-Imran, Nisa, Maide, Ekshmarat, deri se surja fund e Kur'anit? An-Nas. Surja fund e Kur'anit është An-Nas. Çka i bën kjo? Allahu Jalla Jalaluhu në surën An-Nas apo ka bërë një rezume, një përmbledhje të krejt asaj që ka shejtani lyp me neve që Allah na ka përmendur në Kur'an. Nuk ka folë në surën Bekare për shejtanin, ka folë në surën Al-Imran për shejtanin, ka folë në surën An-Nisa për shejtanin, ka folë në surën Maide për shejtanin, ka folë në surën Anfal, Tauba, A'raf, në gjitha surët Allahu ka folë për shejtanin. Dhe ne ka treguar se çka bën ai, çka don ai kështu më radh. Në surën e fundit të Kur'anit Allahu xhallahu ala thotë kështu tam. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Allah kush e mediton këtë renditje dhe këtë përmbledhje në fund i bëhet e qartë shumë drejt apo se cila është arma kryesore që iblisi dhe shejtani mallkuar e drejton kahniat. Allahu Jalla Jalaluhu thash në fund ka përmbledh që në këtë sure na tregon neve se na për shembull në Kur'an hasëm në sherrë të ndryshme. Sherrë i kësaj, sherrë i asaj, sherrë i kësaj, se Allah na ka lajmëruar për sherrë të ndryshme apo? Dhe në fund Allahu Jalla Jalaluhu po na thot, në fund të Kur'anit Allahu Jalla Jalaluhu po na lajmëron se të gjitha sherrët janë të rrezikshme ndësia për ju apo. Mirë po nëse i rezistoni një sherrri, nëse kërkoni mbrojtje tek unë për një sherr, do t'ju mjaftoj unë për sherrët e tjera. Dhe Allahu Jalla wala në surën An-Nas ka filluar me 3 çështje shumë të rëndësishme. Kul a'udhu bi rabbin nas. Fillimisht thuaj, kërkoj mbrojtje, kërkoj mbrojtje në strehim tek rabbin nas, tek Zoti i njerëzve. Çka i bën Rabb në gjuhën arabe? Rabb në gjuhën arabe nuk është Zoti, që përkthehet Zot. Sa i e Zot, për me kuptuna, po ma thellë me kuptu fjallën Rabb, a din qëka i bjenë Rabb? Fjallën Rabb në gjuhën arabe e ka kuptimin e një kujdestari që të runë prej kur je pik uji deri kur des. S'lenat. Që kjo Rabb? Dhe Allahu Jalla Jalaluhu është kujdestari të gjitha krijesave që ai ka kriju. Paramendane madhnin e Allahu Jalla Jalaluhu,
paramendon madhështinë e tij. Sa krijesa lypin veç me hongër, sa krijesa lypin ujë me pi, sa krijesa lypin oksigjen, sa dojnë shnet, sa kanë kërkesa. Thonë, gjithë kush lyp ka diçka. Allahu Gjelle Gjelalu nuk vonohet në dërgimin e asaj që ka nevojë robi i tij për te asë një sekundë. Që kjo Arab, që ta është meritor për ma dhurua, në qofë se dën njeri veç vetë në ti me rujt. A kish mujt? Jo, vëllaj, me të lonë Allahu të baraka wa ta'ala në mbikëqyrjen tënde personale, nuk do të kishe me mujt me tu disa sekonda. Apo? Pse s'kishe mujt me disa sekonda? Paramendaj të ashti me kontrolu zamër, me kontrolu mëlqin, shnetkën, me kontrolu sa gjak du të me shku me hi këtë me dalë këtu, sa oksidin du të me dalë, sa dioksid karbonit me hi, oksidin me hi, dioksid karbonit me dalë, gjitha këtu, ishe pështil, të shumë pështil në kishe menu i të zamër e kësha arru luksën, ishme i dërshimi grumbull, se duhet mi kazu përpunohu tash apo, apo, veç vetën tonë nësë në këshyrë të jepëtën, paramenaj e diçka ma tepër me t'jepë të jepë, paramenaj qka njëri, kërkush e heqa për, vetën e vetë së në manë, jo diçka tjetër. Jo diçka tjetër apo. Prandaj ajo është Rabbul Alamin. Allahu Gjelle Gjelalu është Zoti i botës, në kuptimin ai është kujdestari i tyre, ai është ushqyesi dhe furnizuesi i tyre, ai i mankët. Dhe Allah në këtë sure po na kërkon neve që kul a'udhu, kërkon mbrojtje prej qiti Zoti, që krejt i man, Melikin Nas, sunduesi i njerëzve apo. I tërë pushtetit është dorë Allahu Gjelle Gjelalu apo? Kush e ka pushtetin? Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe aja jap kujna dënë. Sprovë për njerëzit. Me provu se kush po gjykon drejte, kush po gjykon shtramte, kush po imbron interese njerëzve, kush s'po imbron e kështu më radhë. Aja është që jap pushtetin. Nga se po t'ishte pushtetin dorë në njerëzve, nuk ishte me vdek faraoni kur. Apo? Me konë pushtetin dorë në ti, s'kish me vdek faraoni kur. I po s'kon dorë në ti ato. Edhe sot ata që i kanë pushtet, e që përndoj që kanë ushtrija, kanë fuqi, kur dhenë me lejku i vdekis, apo, as iz nuk merë me hi taj, zot një kryetara bën me hi, apo, në i thëtë shumë, hin ta e vetë, krejti ka për rreth, krejti ka ndorë në vetë, kur së në nalë me le kulmotin, me amarë shpirtin që ati që ka thonë që i kanë pushtet, apo. Nga se pushtet është ndorë në Allah, Azza wa Jall, aja ja kujna dënë, dhe aja zgatë sa dënë, dhe aja merë kur dënë, Melikin Nas. Në mërkuptu ti madhështinë asaj që lutesh me surën Nas. Kur thush kul a'udhu bi Rabbin Nas, të kuptosh pe kujt po kërkon mbrojtje. Kur thush Melikin Nas, të kuptosh pe kujt po kërkon mbrojtje. Ilahin Nas. Ilahin Nas është ai që njerëzit e adhurojnë vetëm atë dhe duhet vetëm atë ta adhurojnë. Don Allahu Jalla wala ka kërkuar në këtë sure që të kërkojmë mbrojtje përmes kujdesit e ti, përmes furnizimit e ti, sundimit e ti, pushtetit e ti, përmes asaj që ati të kanë adhurimi, shumë hyrje interesant, apo, në shka shumë e madhe, po të ka me ndonë më asaj. Për çka me kërku mbrojtje? Min sharri l-waswasil khannas, nga sherri i një krijesë që e ka qytë Allah këtë wiswas edhe khannas i ka thënë. Wiswas edhe khannas. Wiswas është ai cili bën cytje të vazhdueshme, vezvese. Min sharri l-waswas. Në këtu Allahu Gjelle Gjelalu e ka përmend shejtanin me cilësinë kryesore të tij që ka ato, me veprën e tij më të rëndësishme, me shtyllën dhe boshtin e sherrit të tij, vezveseja. Me bu vezvese. Pastaj Allah i ka thënë khannas. Khannas çka i vjen? Khannas dhe me thonë gjuhën arabe, diçka që fryhet, po falës fryhet. Fryhet, po falës. Së është realisht që është i madhë që shdo këtë. Andë Allah gjellera për dhatë, ky visvasi, që ky farë shejtani visvas, vjen një bonë kiamet madhë dje që është khannas. Sa kërkush e heqat. Duket i madhë që është aftën. I madhë duket. Mirë po, lipe mbrojt në të madhët e bëndë vogël. Ti vetë së mund zhallat. Ti vetë është i madhë për ty. Mi po thuja e Rabbi, nale e bëndë vogël atë. Min sharri l-waswas l-khannas, alladhi yuwaswisu,
i cili bën vezvese të vazhdueshme fi sudurin nas, në gjokës të njerëzve, min el jinnati wan nas, qoftë të jenë nga xhenet apo të jenë nga njerëzit ato. Andaj nga kjo sure hym në dersin ton duke thënë se tema jonë e sotme është vezveseja. Arma kryesore e shejtanit për devijimin e njerëzve. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu e ka përmend në fund të Kur'anit që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu xhalla ala nga vezveseja. Edhe pse sherrat e shejtanit janë të lloj-llojshme, nuk ka veç një, sikur do të mësojmë, mirë po Allahu xhalla xhelaluhu na ka lajmëruar se kjo është kryesorja. Në qoftë se kena mundësi ta të i kalojmë këtë krizë me vezvesë të shejtanit, atër të tjera do t'jene më të lehta. Thot Ibn Qayyim rahimullah kur flet për këtë sure. Thot fjala Allahut azza wa jall min sharri al-waswas, nga sherri i atij vezvesës i bën, atij që bën çytje. Thot Ibn Qayyim rahimullah, kërkimi i mbrojtjes nga sherri i vezveseve përfshin të gjitha sherrët që i bën shejtanit. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah se Allahu i madhruar e ka cilësuar shejtanin e mallkuar me cilësinë të tij kryesore dhe me armën e tij më të fuqishme që ka. Arma më e fortë e shejtanit është vezvesja. Nga se thot Ibn Qayyim rahimullah, hiya mabda'ul irada, vezvesja është piknisja e çdo vullneti dhe çdo dëshire. Për aty nisin me u kriju dhe me lind ambicjet, vullnetet, kërkesat, dëshirat e njerëzve. Nga se çdo gjuna që e bën njeriu, piknisja është për kësaj vezvese. Nga se thotë Ibn Qayyim rahimullah, nga se zemra është e zbraz nga çdo sherr. Në zemra është e pastër, në zemër nuk ka ambicie për sherr, në zemër ka ambicie për adhurim, për nënshtrim, për devotshmëri. Mirë, po kush e turbullon këtë pastërti? Kush e prish këtë qiltërsi? Kush? Shejtani përmes vezvesës. Ai, domthon, duke sigurisht do ta marrëm çysh bën vezvese. Mirë, po vrazë për rëndësinë e kësaj. Vjen dhe duke qenë zemra e përgatitur për të adhuruar Allahun xhallahu ala, duke qenë zemra e pastër që të jetë e sinqert për Allahun xhallahu ala, duke qenë zemra e gatshme që të kryejë obligimin ndaj Allahut xhallahu ala, vjen iblisi. Dhe hudh vezvese. Duke bërë këtë vezvese bazë të dëshirave, nga e cila nisën veprimet e njeriut, duke anulluar ato që ka zemra në fillim ja ka nisë. A është e qartë? Njëri në sens nisët në këtë dunja me kuni mirë. Apo, nga se Allah ja ka zemrën e pasër. Dhe këtë zemrën e bën jetë. Tash në këtë dunja duhet më falë. Këtë dunja duhet me konë të mirë. Këtë dunja duhet me adhuru Allahun azza wa jall. Këtë dunja duhet me largu prej gjunave. Zemra që të njëjtë ka, se është e pastër. Por vjen shejtani mallkuar përmes çytjeve, apo këtë njët e ndron. Dhe vezvesa në këtë rast konsiderohet çka? Piknisja e ambicjeve dhe vullneteve. Dhe prej aty njeri fillon tani me ndru fjalët, me ndru qëndrimet, me ndru adhurimet, me ndru kiblet e kështu me radhë. Prandaj Allahu xhallahu për këtë arsye na ka urdhëruar që të kërkojmë bërë për vezvesën. Nga sikur se thash vazhdojmë me Qayyim duke thënë, fillimisht është vezvesa, pastaj shndrohet në ide, pastaj prej idesë shndrohet në dëshirë, pastaj prej dëshirës shndrohet në çka? Në vendim. Duhet me bëu këtë dhe prej vendimit shndrohet në praktikë. Që është so shpejt shkon. Apo sa mbrojtjet Allahu na i ka bëu deri të shkon dora me bota çka s'duhet apo. Por në udhë billah njëri me shpejtësinë e madhe për shkak të pakujdesit këtu i ka personazh. Në këto pengesa Allah i ka vendosur që na mbron që mos të bijmë me njërin të keqën. Por pakujdesi njerëzve bën njerëz që këto të janë shkruar ti thënë këto pengesa, këto penda të rënojnë dhe të pasaj të vërshon vezvesa e shejtanit për një grimce të shndrohet pasaj në vepra të jashtme. Dietar kur ka folur për vezvesën, çysh bën shejtani vezvesën? Kam përmend metoda ndryshme. Do kanë thonë kështu të ashtu,
i po na asë një për të një s'ka njëtë me përmen. Për çfarë arsye? Nga se këtë ata që kanë folë për formën dhe mënyrën që shejtani bën vezvese s'kan argument. Na e dim që e bën vezvese. Pse e dim? Se Allahu na ka thonë. Mirë para ka kallëzuar Allahu që bën vezvese jo. Në veç e dim se vendi i grumbullimit të vezveseve është gjoksi. Min sharri l-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. A që bën vezvese në gjoks. E qysh gjoksi, zemra, komë si kush si kupton këtë punë, çka është ka botë. Zemra është mbreti, që Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo sikur se mbretin këtë dunja. Mbreti, e ke pa, e ka pallatin, pastaj pallat është i rrethuar me rrethoj, larg atje, që kush e bën jetë me myt mbretin, duhet bëjë do pengesa mi kalu. Baja do roje, do mure, do sene të sëmbin të ajat. Qashtu e ka po Allahu Gjelle Ola zemrën atën? Zemrën që është vendi i besimit, që është vendi i vendimeve që njëri i merë për me i lëviz gjymtyrët. Një nga rrethuat kryesore të zemrës është gjoksi. Gjoksi ulemat kanë thonë është sikur se balkoni për shtëpin. Çka i bjen kështë? Që i bjen atë? Këj bjen që asë një cytje, që të të mësojmë për cytje në qyshe bjen këtë, mirë pa asë një cytje që shejtani vllazni, asë një vezvese që e drejton drejt neve, nuk ka mundësi me goditin e parë me arë në zemrë. Aja nalet në gjoks. Ja ka ba Allah mbrojtje. Në qovë se te e kuptan se u roke, apo kia fat mjaftushëm me hjek. Por në qovë se nuk e njën që të roku, se s'dën qka ka bot, atër prej këtu hinë të zemrat. Pra ndaj një njëri, e ka një shpi, apo, edhe ka një balkon. Edhe, ka fryjera dhe ka rashi, ka fryjera kështë më ratë, edhe bërlogun e mahallës ja ka shti në shpi. Mirë, për nuk e i të në shpi, se ka dyrë, por u hinë në barë. Në qovë se mas stuhis, mas erës si ka fryjë, njëri nuk qëtë me pastru e borin, që me qitë jashtë të petë, era e dytë kërë frynë, apo, ajo ka me sirë një bërlog 3, e bërlogën e parë, ku ka me qunë? Ka me afru të dera, deja të rëkonë në barë, apo, tash kur ka fru era e dytë, ka afru bërlog 3, bërlogu i ri ka ardhë në barë, e bërlogën e parë e ka shty e ka afru të dera. Në qofë se dhe herën e dytë, është që bërlogu i ka ardhë të era, për vjen era, era është ka vjetë. Ta e di se s'ka galat. Nuk qohet me pastru, era e tretë kër qohet me fry, apo, bjen bërlog 3, po bërlogu ri këtë hynë në barë, e shtyn atë dytin, e dytja të parin, e shtyn të shpijatë. Apo, qështu meren, deri sot mushë shpija bërlog mushët ato. Prandaj, asë një njërit për njerë si mushët zema bërlog. I fry njerë, s'ka gale kjo. Aj se këtu s'ka gale, aj se kjo s'ka. Nuk kujdeset për gjoksin, për balkonin e ti. Pastaj kjo vezveset dhe për tënë në zamërës. Pa e kemi thonë që vazhdim e zënë më kujdes, më rujt. Si ku se rushti me bo me të rok në smuj. Më kull, keq, në gjyks. Apo? Më njerë shkën të mjeku, pse? Se ka mundë që kjo kalli madhë, mu shëndru në kancer më shniva, ka mundësi. Andaj ti rrinë gati kollit për më smarë të kanceri. Në që si rrinë gati, duke ushtuaj, duke i bo presion, shkakton smundje tjetër. Që kjo që ka du me di për vezvesin. Gjdo të cyte që të bën shejtani, që të ti mësojmë qysh të bën cyten, gjdo të cyte, gjdo vezvesin që të bën shejtani, mundohu automatikisht me qitë pispije. Qitë e për jashtë. Në qofë se e len mrena, dije se e arshme kur vjen, e shtën ma thënë mrena. Të cilëm shambull për këtë, që përsilë këto në fillim, për të kuptu qysh funksionan kjo puna, qysh kanë kjo punë. Pra ne djetarët e kanë thënë se vezvest e shejtanit që përmes tyne dëshiran të nashtyn ka punë të këqia, të nashtyn ka devijimi, të nashtyn ka mosbesimi. Këto vezvest që a i përdor janë 3 lloje. Do në 3 lloje.
3 mënyra i kaj për me shti qatë bërlak për jashtë në gjakës njerë, të një pi gjokës në zemër. Mënyra e parë, thot Imam Gazaliu, thot mënyra e parë është se mundohet që të vërtetën, që duhet me kom pjesë e jotja, përse në këtë me vëmendje, një e vërtet, një e hak, një e sakt, apo që duhet me kom pjesë e zemrës tone, ai jam mundohet me mbështjell me diçka të pa vërtet. Që ti tu e marr ato, sa të aspesha, që së është kjo e vërteta. Qësh i bjen kjo? Që i bjen? Thot Imam Gazaliu rahimullah, me shembull konkret. Kur dikush do me lon një haram, kjo është e vërtet që duhet me ndodh. Braktisja e haramit është një e vërtet që duhet me ndodh. Atër shejtani nuk ka fuqi me të nalë ti mos me bëu këtë, nuk ka fuqi, se ka e pa Allah këtë pushtet. Por e ka e pa Allah gjellë një pushtet tjetër, cilë është taj? Që me pas mundësi, për mes vezveseve, këti qëllimit të në fisnik, me aqit një petk të shëmtuar që ti tani nuk e pranë. Andaj ti kur të bën jetë me lonit keqe, apo, ose e bën jetë me bonit mirë, thot, o burë, a din që i ki veç 20 vjetë, i ki veç 25 vjetë, ki me rrënë bëha kja 70 vjetë, 50 vjetë ki me bo sabër me qitë puna, apo s'mune është me bo sabër, la le edhe pak e hera, apo ja qëtë petkun e vështirësisë. Aja është e vërtet, të din që duhet me bo këtë punë, po e rënën, duhet po vezvesa, edhe njëtët, vallaj, sahia, i kujtojë që duhet me shku edhe këto, ta një ka një punë atje, ta një ka një takim atje, me bo me lonë të ashta, ati qaj bëjë këse punë, le një ati kryqë të punë, që kjo vezvesja. A në bëma kje neve që ke? Po. Thëtë për shambull, kur danë një musliman, ose një muslimana, me vendosë shamin në kokë. Vendosë shamin në kokë është një vërtet që duhet me ndodhë. Dhe zemra pranën. Vjen shejtani dhe thëtë, pejtash me qitë shamin, po t'ja i lajni bashkallak. Ta shush kime nejtë me shamin gjithit në të shpia? Prit njerë mu da njerë, ta një qëtë. Apo, vallaj mire ka, sahi, ta shbashkallak, heqe qëte, bëva kja së në maj, bëva kja, nuk e banë koraptë. Që kjo vezvesja. Ty do këtë mirë, a i vjenë kaner me nasihat, si kurse i ka Ademit a.s. A i në gjennet të konë, edhe i ka thonë, që dëru që të ka thonë, Allahu mos më hongër, a din për shka të ka thonë? Jo, vëlla se di. Kjo është tru, kjo është peme për heshmëris, kush ham pe i kësaj nuk deskur, apë. Që që, ha pe i kësaj edhe, kjo është garancë që nuk del pe i gjeneti kur masanej. Vezvese. Fewesvese i lehi shejtan. Allahu gjellëve ka përmanë se shejtani i boni vezvese. Kjo është njëre e parë. Do në gjithë të vërtet që duhet me kom pjesë e jona, qovë duke kry obligim, apo qovë duke u largun nga ndaluara, a i vjen ja qëtë një petkë. Si ku se thuhet, kjo Allah në masahi, me si shamë përdu me si, është përmen në Israeliatët, në të atyjet më hershmeve, ka mund si me kone sakt, ka mund si me kone sakt, si do qovë sprek një shka në fejnë tonë. Thuhet që Isa a.s. e ka taku shejtanën, edhe ka pa në dorë të shejtanën, në një dorë ka pa hini, edhe me në dorë ka pa mjalt. I ka thonë, o shejtan, qka i të bu me këtë dy sene, qa po të vinë hini dhe mjalta? I ka thonë, për mes hinit une, i shëmtoj fytyrat e fukarave dhe jetimeve, që dhe kur të në dikush me javë diqka, pritan me javë në zirë dorë. Ja bon tronë, mi dhonë diqka, ja rënën njerit punë në mirë. E thot, e me këtë mjallë që i ki ndorë, që bënë të me ta? I ka thonë, i ambelësoj buzët e atyne që shpifin edhe përgojojnë. Ki pa kër njështë një me folë për dikon, ta në vi që shtot apetiti, nuk di munalë. Henë për ato, henë për ato, ato. Sahi. Aj një të vërtej që duhet ti me elonë, aj shkan, aj nëse në është e edhë, nuk banë me konë. Mirë po për shkak se shetone e ka ambelësu, do këtë jam e lapëta. Për shambull, qysh ka mundësi
Qysh ka mundësi që alkoholin, që Allahu xhallahu ala ka bu, haram e ka bu, ka mundësi dikush me knaci me pithu, shti po qkrije, qysh ka mundësi ke me konë? Wallahi për vetë se e kam shel zemrën, apo, dhe bërlogu është grumbullu këtu, tash e edha i do këtë amull ato. Dikush vjen në namaz me fal, lodhet, i do këtë që 10 saat u fal. Si a ban më fal më, s'pa moj valla më fal më. Namazit e mbëlsina e besimtarit, nuk lodhet se falëri kur, ai që e dënë Allah në gjellë gjellë, ai që e ka zemrën e pastër. Ai vjen edhe rëmën ato. Ta ban jo të ambël fërtar. Andaj, ato që ka është të ambël, e bën të edhë. Ato që ka është të edhë, e bën të ambël. Ai nuk ka mundësi me ndryshu këtë të ambëlën. A ka mundësi shejtani me bën namazin të edhë? I s'ka mundësi, këtë fuqi se ka e fa Allah gjellë gjellë. Andaj, me pas mundësi me bën këta, krejt dynjaja e kështë ndi namazin të edhë. E qysh kjo knaq me namaz, kjo knaq me namaz, kjo knaq me namaz, ti po lodhesh, pse veç ti apo? Tamam, ty të ka prek ai pet, ku ai hini ti të ka prek ty apo? Se namazi është i amël. Sikur të smut tek pa. Ai smut që është smut. Ma dhe një grip me pas. Me çu diçka amël, idh po më duket, idh kësaj po mbien apo. Jo pse ajo që ti ke apo shtet, jo vëllai është amël, ti knotesh të hungur apo. Po ai ka problem me shijen e vet atë. Andaj që kjo vezvesja, që mundohet shejtani përmes saj, apo ajo që ka është e amël, të bëhet e hidhur, mu lodh besimtari, mu demoralizu, mos me pas fuqi me e kry që shduhet ato. Dhe ato që ka është e edhë në esentë, e ndaluar, mundohet me e bëhet të ambël përmes vezveseve. Andaj pikthemi asaj të parë që thamë të këgjoksi, dije muslimani ndëruar, dhe muslimane ndëruar, dine, se sa herë ato që Allahu i ka dhënë është e amël, ti nuk e nin bashkë amël, dije se do bërllak që të është do të me qitë për jashtë ato. A kuptove që kjo mësime? Sara e që është e edhë, hala e amël për dokët, dije që do bërllak është hala mërena do të me qitë për jashtë ato. Që kjo dije se të ka prejkë vezvesja ati. Kësë është pa mundshme një sen që Allah ka po haram i amël me konë, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, aja është e edhë. Wallahi është e edhë. Qka do qoftë ajo ato? Ai që knaqet me shikim të këqyn haram, dije që bërlogu është mbledh nga se shikimin haram është i edhë. Nuk është i amël. Sa e të një njëri të amël, ka bërlog mrena ato. Ka smuj. Ase nuk është e mundshme. Allahu Jalla Ula thot, wa yuhillu lahumu t-tajjibat, wa yuharrimu alehim ul-khaba'ith. Misioni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është yuhillu lahum, wa bën të lejuar. Është interesant se fjala hil në gjuhën arabe është e ngjashme me fjalën hilu e amël. Fjala halal në gjuhën arabe është e ngjashme me fjalën amël, do të thotë wa bën të lejuar dhe të ëmbla punë të mira, wa yuharrimu alehim, dhe u bën të ndaluar atyre, s'ka thonë Allahu të ndaluarat, po ka thonë të pistat. U bën të ndaluar të pistat. Andaj ajo që është haram, është e pist, është e poshtër, është e keqe, është e flisht, është e ndyt, është e edh. S'ka mësi me këndryshe. Në qoftë se ty do këndryshe për shkak të bërllogët në gjak si u mbledh atë. Si pasojë e vezvesës, që ta dashkëtojnë të ti me bua atë. Që të dëmë me bua, me e lodhë. Andaj, kjo është vezvesja e parë dhe lloji i parë që në të ka mësime, që shejtani mundohet me i pru tek njëra. Do të asilë më shembull konkret në fund ato. E dyta, që mundohet shejtani, vezvesja, lloji i dytë është duke lëviz epshin. Apo duke lëviz epshin. Qysh për shembull. Njëri është rahat. Rahat është në të shtëpia, ka të bugjuna, as ku të kesi van, apo? Dhe shejtani thot, vezvesën, në qitash, në qëka të saati, ja ka njës një film interesant për të jotë, që ato zban me e këshyrat. Apo? Të konë dorë me dhez, mos me prejk, apo? Ja lëviz epshin ato.
Ai s'ka mundësi me aqë dorën, me mujtë me zënë kështë vdhes, po s'ka mundësi atë. Se ka vëlla këtë vëqi. As me internet atë me këshyr, kush duhet me këshyr. S'ka mundësi atë. Çka bën? Ja lëviz për imana e pështën. A din që me vëmë me një aty, e shë këta, e do këtë sot, e të botë sot. E njëri është i ligë. Apo, në qofë se në ke prenë, në start, ata, me vendosmëri, atëre, a i epsh, për mëse vezvese, kur vëmë bashkë, lëvizin gjymë ty të. E lëviz kojtën. Për gjithë shkapë. Në njëri e shë një mundësi, pare mirë të po, haram me subhanallah. Haram, s'bën atë. Vjen shkajtonë të tashën të rhataj. Dhe qërë Allah, haram sahi po, tonë që është të tja bojnë apën, ta është të feqti që shemeti, duesh me bodi shka apën. Atën që i me që to, ta i bosh buri mirë, e ndrit një shpi Allah për familje tonë e kiti, ti s'po thamë me shku me pira ki me to, apën. Ja leviz, Allah sahi, kuj ta mi bo mirë familje, sa apën, sahi e ke bojnë. Edhe njeri bjen që ta apën. Këtu e në mon vezvestet e tina apën. Nga se njeri me haram kur rahat së në botë, o Allah që ku gale, tash me banë kam të nëmë për punoti, s'musht me kumë pos dunjas, Allah, vjen të menja njerës, vjen qështu që, i thëtë, të meri do kredit që a kime bo, në banë i biznisin, qënë kom të uja, tani vlaj, më s'ka kur në banë, këso gale, e po, veç njëre mere, dhe i qërë në kom, Allah, për të mirën tonë është, që të shemit shkret, kur s'pët dënë, a është kjo kujte? Kujt, e leviz kujtën, Allah e mirë këka, interesant, projekt me rëndësi, edhe njëri, jenis me leviz kom të ka paka, durët. Kjo është vezvesja dy, sërë vjen që shtë, të njahë, vallaj, po di shumë mirë kush i jepëtën. Thuja u dhu billahi min e shkejtanë në rajjimë. Thujo këse i radha, ja me izin Allah të se radha, ja, që shtë thuj. Andaj thot Imam Ghazaliu rahimullah, në qofë se në këto momente që sa bukur ka në kjallima, në qofë se në momente kësoj vezvese, këti sulmi, njëri aktivizon diçka tjetër, cilën? Thët po bre nefës, sa i shtirë me bo sabër në qita, po kush i bën sabër gjehnemin, masane Allah. Në Allah njënë të shmi bo sabër, ja bën i sabër haramit sot, e pështopja ti sabër nesër, ja haje këtë sot, mos bo sabër, po nesër kime shë ju ata njënën. Thët aktivizohet të kaj bindja se zjarë i gjenimit është shumë ma i shtirë, se idhësia e sabrit sot në këto punë që po dhënë me nalë vetën, atëre me këtë bindje, thët shejtani bëhet khannas, zvoglohet, ik dhe se tash u aktivizu një dritë që unë e suni përbalaj këse dritë atë. Aktivizohet një dritë e madhe që s'munët. Nuk ka mundësi, a i do më apru, po ja vërbën drita e kësaj bindje, ja vërbën sytë, e largën shejtanin atë. Sa më e fuqish në këtë dritë, apo, dhe ki pa, ty ka mundësi dikush me tonë, që që atja është një kodër me ari. E po t'i dhezin dritët e mdoja, që verbojnë sytë, apo, t'i dhezin ujnë e fort. Ty sa i ti kishe me shku, po s'ki mundësi, s'ki mundësi që dritë e fort, verbon nuk shetë që po merë. Ande sa më e fort dritë që buron për i zemre, apo, aq ma larë shejtani për të jepë. Dhe e treta që shejtani mundohet me pru vezvese tek njeri është disa mendime të njeri që në esis njeri nuk i pranë ato, nuk i dënë. Po ai mundohet kadar me bu pjesë të tij ato. E keni pa për shembull, të na ka pas këtë punë që përpara veç me bo me të shku menja për shtot, kuna i mos vetë, u dhu billah, lemë me i bo të punë. Kanë arë kadal, qëre kjo kështot, tash është kjo në tonë, e kështot, apo, tash s'pëna do këtë kur gjë, as prostitucioni, as s'pëna do këtë kur gjë hajnia, mazi s'pëna do këtë kur gjë dhe veprimet e shëmtume që as shtaz nuk i bojnë, të homoseksualizmeve, e ndryshmeve, apëton, jo më bo shumë normale se vakti pa hajke kashtra. Jo, vakti se hana s'kashtra s'kërkën, shejtani është të në hongër neve, apëton. Shejtani po t'i normalizën, normal, për para u konë veç mja pa grus, faqe të konë kiameti dynjes, apëton. Apo, ka dalë, apëton, tu i qplu ka vesht ka pak, e ka flëk ka pak, e në tonë ka pak, ta është kejtë familja rrinë për bara, e këshurin grunë, 95% e lakureq, kush li rritë për i vene, e se vërën kanala, mëse seria interesant të bëha. E kuptut?
Vjen me dvogël kadale. Tani e normalizon. Normale kjo punë vëllai. Çish të vjen atë besimtari atë. I thot, në fillim besimtari është xhelaz. S'len ja prek Allahun as pejgamberin as kërkan. Vjen me do të çyti atë. Se kush e ka thënë pejgamberi sa vjen i thot, kush e ka kriju këtë dunjë Allahu, kush ka kriju ty Allahu, kush ta. E Allahun kush e krijoi? Çështu vjen ai po bezvese. Pravon. Thush, Allah sahi. Nëse thush është të morë pusi, shkolla ato. Vjene me që të vezvese. Thot, shetani e thënë, për të puna zinas, në udhë billah, sa njerëz kanë qenë ndershëm me, kanë qenë, mirë po kapak. Ha i shko gale, Allah. Anë në tonë, si kurse, të reguat për një adhurues, të njërë, adhurues i madhë ka qenë, për bini Israelive, të reguat për ta, se të kemi gata është e apëtën, e kam përmenë shumit se ulemave të tefsirit. Si rast, Allah le ma është i sakt, po është rast me marë shambull, i bret për ti s'prish punë. Shkurtimisht për du me kalzua. Ka qenë i devatshëm, do vllazni ka ndosh me shku në thim. Ka pas një motër, ku më lënat motër, ka unë, e lëmë të që kënjëri kjo është i devatshëm, kjo është këshyrjo me prejka pëtën. Apo? Dhe të këthejem në apëtën. Ja ka lënë motër, ja ka lënë i sopë pësaqme atje, shetani ka ardi, ka thonë. A bora e gjuna pa vla pa kërkan. Që bële vete a hongre bu ka ngiva jo. Që se marrë, që se bën muslimani këtë punë për vete. A i tu matë, a bënë më rëthë, që shë më mi foj grusë hujë, zë bënë e manë atë ku matë. A përse, a që bënë filleve është që, se a i din që këtë e është punë e kryme ta që zbanë. Po, vla, kjo që plumë është, që si folë ti, aty në Facebook, kush i bënë da vetë asajnë apëtën? Shkanë gjehnema ja apëtën. Po qështu vjen? Ja njës njëri kapak, nej davet, nej sen, jo mlau, jo falu, e tani nuk mirët vesh kush më luë, kush u shplu masën e. Sahi? Kjo është me kesh, po për një me pëndod. Wallahi qështu pëndod. Jena bohorë në për Facebook, apë. Në bohorë. Për davet nësë po thome më shinë atë dirë, kush është shumë pozitivisht, kjo punë tjetë atë. Mirë po me qësive zvesi në ka hongër shejtanit, në ka hongër pusi. Fali kapak, gjuna Allah. A shpe folë ti, kush i folë asaj atë? E kështë më radhë, dhe si ka thonë, o burë, të hongër buke e bukja unë, të është që e dhe bukë? U që e ka e pak buke, ere, tani a u qove, a u lodhe, a flejte, a mujte, e kështë më radhë, dhe sa në udhu billah, e ka pëqute e me e keqë, apëtën. Kër ka bu ma të keqën, që ka me bo? Ta shtë ju marë e dunjas, i ka thonë shejtani, e tash, une jam qeqit këmpru që të, une jam susuet, a do me du që ka me bo? Mëte, vraje, nga se kush dyshon që te ke vra, kur kush? Ti e ma i besushme këtu. I thushu kon smut, u deke kon vërros, ketë besushme, se ti besushme i. Një herë, dy herë i mushit me një, dash me pësu faqen tonë, ftyrën tonë e bënë, e vranë. Edhe vërros, vinë vlazni ja, pëtanë, ku motra? O dhe temperaturin atë shumë të naltë ka pasë, edhe dëqët. Po në Allah, këna bo të lashe me vërros, e sana ta i besujt gratë, i besujt. Ta shejtani, e lakta, që shejtan e dynjas i lojnë me ishte vetë. E përdorin sa të vynë kërës duhet e gjunë. E qatë, kjo konë shpioni jonë, e dim në këta. E qesin, kërës i duhet e gjunë. Sa i kanë gjujtë sa të fatkecisht të vëtë. Sa i ka vujtë i kanë majtë, tani i kanë gjujtë, si bërlak. Si u ka vujtë më kërkujnë e heqatë. Ta shë kalonë këtë farë, këtë pusin që e ka mashtu e kalonë. I ka shku njën për vlazive në ondër, i ka thonë, është të rrejt, se në fillon veni e ka bëvorën e pëtanë. A i quat nënë, këta u dhe bëlla, kështu se mundshme. Një ere, dy ere, tri ere, dhe vallaj, dhe shka kasës, thot veç të heku marakën. Shka në gjënë motën e me të vërrosën. Edhe marrin këtë njërin me vjerë, se ka vra njërin, me vjerë. Ja qesin konopin fët, i thët shejtani, unë e të kumprum që gjendje, a da me të pështur për qiturit atë të qëtashti. Vezvese. Ka thonë, pështam, thuj unë jëmë zotë të atë. Me vezvese me fjallë, e thot atë fjallë, hje këtë karika des si shkijet, mas një adhurusit madhë që ka qenë, ke qësi, fali ka pak, s'ka gale ka pak, tash duhet, tash është bakti, e ka pu të inë këna papë. Andaj, duhet më rujtë, se këtu e rrugët e ti, këtu që të vezvese të raket me tonë i gjokësin tonë, po gjetën gjokës të hapur, hinë gjokës, po nuk u preashtu nga gjokësi, hinë të zemra,
po morën pushtetin zemër, i lëviz pasaj gjymtyr të vëlla, se për zemër lëvizën gjymtyr. E merë pushtetin këtu në këtë dorë dhe pasaj thot, dorës e djatë lëviz sajde, ti e majta kësajde, ti sy kësajt lëviz, ti kom qësajde. Se ka marë pushtetin. Tash ai lëviz, institucionet e njerit i lëviz pasaj ai. Se e ka marë pushtetin e zemrës atë. Me çka i ka marë? Me vezvese. Wallahi betojmë në Allahun e madh, kërkon shejtani përveç se ka kapë me çu te gjunaj. Kërkon. Me të mirë, tu i lmu, tu i mashtru, me çeft vetë ju shku atë. Andaj yawmul qiyama kur tankon njerëz e shohin xhenetin, çka kanë hub, e shohin xhenemin, çka na gjetë Allah, çka u bë me neve kështu? Shejtani e çet një foltore ndër xhenemit atë. Fa sallallahu alaihi wa sallam Kur'an. Fa sallallahu alaihi wa sallam çka keni? Çka keni? Ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi. As mos u qertani mu, as unë juve. Unë s'kom pas pushtet mbi juve. Ju kom urnu, i keni kriju unat. Ja pafshi hajrën atë. Kur gjë më shumë? Kur gjë më tepër? Kej që të përmes të vezvesa atë, që njerë janë të pa kujdesshëm. Thrash se grumbullon këtu dhe pastaj njerëzit janë të pa kujdesshëm atë. Prandaj duhet më rujt, nga sa i mundon me bu vezvese në gjithë shka. Ndërsa aja që ka duhet dalim për fond është se grumbullimi i vezveset e tije dhe përdorja e 3 llojeve të vezveseve është më e përqendruara, më e fokusuara kur jemi në namazet. Ai ti nuk ja don namazin. Iblisi këti bën kabull, veç nuk e bën kabull ti më fal ç'është duhet ato. Nga se e din fuqinë e ndikimin namaz që ka tek Allahu xhalla xhelalu. S'dan me të pa me namazet. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thirrët ezani Allahu akbar, ik shejtani. Ik duke lëshu zo, mos me ni ezanin ato. Kur kyt ezani kthehet në bovë vezvese. Si të bëhet i kamet, a bëti. E pastaj kur kyt i kamet i kthehet ato, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj thot një tjetër, kujtoj këta, atë kujtohet kjo, tash mas namazi shkon mi mirak sa i udhë se mash kur të bjen ty ato. E kështë më radhë, namaz. Edhe njëri e falë namazin, kërkut namazin, nuk e dina e fali i kindin, e fali sabahon, a akshamin, nuk zinë që ka konë të u bapëtën. Me po me vetë, vlajnë dërum, hoxha kënej namaz, cënësure kënej, thënë, nuk di vallaj që ka kënej se, ju në konë tjetër me halat. Qëta e të pëjte? Korë, qëta në marë pëjte? Ga sa aje din që është ndikon namazit e ti. Namazin ndikon me në përmirësu. Edhe aje nuk dënë këtë pastrus me konë efikas të na, nuk dënë. Fillimisht munduhet me na njërë mësë më falë hiqë. Kjo është esenca, këta kemi thonë, po nuk pat mundësi munduhet vezvese mjarë. Ose i vjen në abdes, vezvese, e lanë dorën, jo më doke se kum la. Këtë dora qëllë bo, e këshur që qëllë dora, thot, jo më doke se kum la. Kjo vezvese. Kjo vezvese. E lava 3 herë, ka dhella, e shna gojt, ujë në ngoj, për mdo këtë jo, hajtë të shpikëllimit të petave. Vezvese, me të luë, dhe së të njëri, pa marë qështë do kohë, do veç, ja e len krejt, së rani mu falat. Vjen të tekbiri filestar, ka shumë që remati ka përmen, jenë shumë të, për du me ka du ku prek. Të tekbiri filestar, Allahu Akbar, këdër a thash Allahu Akbar, as thash, edhe herë. Përndaj, një për ulemave ka thonë, unë po të dhonë një test ty, me përvu ti, me këtë test, atë ka prejk vezvese e sheton, as të ka prejk atë. Cëllë është testi? Që testi i parë atë? Testi i parë, këto shambull të mund me kënë ndryshe, po një test për shambull, apo, mu falë në shpe pas e gjada atë. Jo, që ishë pas e gjada të shkelit me komë, vezvese. Qa ko gale shkelit me komë, edhe qëtu shkelit atë? Sfalet pas e gjada atë. Pse? Se qa po di unë këtë? Që qa po di unë është e shejtanit, nuk ka e mirë kjo. E kuptove? Ose ndryshme. Sikur se njerë Omeri radiallahu ta'ala nuk ka qenë me disa shokët e ti në një kopsht. Edhe kopshti ka qenë pak ka pas pak balt se është ujit. është ujit me ujt, pusit la ujt, paqë. Njënë në stërpik ka thonë, du të me shku me ndru tishtë atja e mire në muminin, se më preku ujtë e bashkës ato.
Ka thonë Omeri radiallahu anhu, a din që është në dytë, kanë jo, kanë rrë që të pratë. A din që është i flesht, a ki pa, jo se di, që të rrë pra. Se esenca ujtë është me koni pasër, mos është i vetës vezvese, Allah. Vezvese këtu, vezvese në buk, vezvese në pasatifë, gjithë ku vezvese. Unë e ku marë të këbirë, Allah të bërë dhe ku mu falë. Që kjo është, e ku më la dorën. Një alim ka qenë, sa kur disponim në fund, ka pasër një shabi. Aju ku njëri pak i premë, kërë do në s'ka leju që gjemati me vetë gjithë shka. Edhe, kur dikush s'ka dit me vetë, apo ja ka këthy që është që shka vetaj. E ka vetë njëre, o hoqë, është njëri, po merë gusëll në deti, do në po gjuhët ketë në deti, ketë po zhytë në deti, në ketë të fune kryje, edhe po del, edhe o shybe se a mësut dikun se ka prej kuja, a është të mos me kje? Vëllaj, ka vezvese. I ka thonë Imam Shabi Rahimullah, ka thonë këse ka bërës mu falë, se pas ka lujtë. E kuptut? Andaj din që diri që të bjen vëllaja, au pasova, au prejka, që ka vona, kaj këto ndodhin në qofë se të mon njeri lejan që në këtë gjokë zgumbullohen, këtu vezvese të shejtanin në gjokës në ti dhe nuk i preshtën. Tani të bjen të këma keqja, të lodhë namaz, e të lodhë në abdes, e të lodhë në gjumë, e të lodhë qutë, e të lodhë, ku do që ti të lodhë, tesh. Nga se kjo është arma ti kërësore. Ajë, diqka tjetër s'ka vallaj, kur që ma shumë që ka shme ka. Veç i përdojë tani në rënë. Me dhunë nuk mundet kërkan me ndru. Me dhunë nuk mundet kërkan me nalë për namazi. Kur? Në qofë se një është i letë me Allahun të bare këtë ala. Mirë për mes vezveseve dhe formëve tjera që do mësojmë për to inshallah dhe ndërsh të ashme, mundohet me të në gjunëzu ty. Dhe kur të gjunëzën pastaj me të bu argat të ti. Dhe kur të bën argat të ti, ti bën që ka lypa i piti jeptë. Krejt kjo arrit për mes kësaj rrugë, thash rrugës e vezveseve. Që na duhet më urujt, duke kuptu rëndësinë e saj, ku prekin, që thamë si të kontrollojmë, a jena prejka jo, dhe ti njojmë këto lloje dhe këto metoda që i përdor shejtani mallkuar për të na devijuar nga rruga Allahu xhallahu. Këto llojet e këtyre vezveseve. Edhe pse për vezvese ka shumë që ka më fol. Domthon, çysh shoshërimi, çka ka ato tema të tjera në ato vëllon, mirë po ndoshta personat të mjaftohen veç me kaq për të përmend vetëm një, domthon, një metodë nga metodat e tij që përmes këtyre metodave ai mundohet dhe ai përpiqet që të arrijë diçka për një 6 pikave. Andaj ato 6 pika kanë vetë milion që ashtu, kur s'kemi përmendur, apo na marr vesh, i kena kallzu, çdo kush tash e kontrollon vetën e tij vazhdimisht. Dhe kontrollon këto 6 pika dhe i kontrollon mas pari, mos ka prek vezvesja, njëra për këtyne jo, 2-3 në rregull. Tani mësojmë metodën tjetër. Mos nëse me vezvesë s'ka mujt, por nëse metodën tjetër ka mujt. Edhe kur e dim çka po don, dhe metoda që e përdor kena mundësi me kontrolloj vetën tonë vazhdimisht dhe të ruhemi dhe të mbrohemi nga kurthat e tij dhe nga sulmet e tij. Kjo është shumë e thjeshtë, apo në qoftë se njeriu don, ti përdor këto tamam sikur se duhet. Elusim Allahun e manduar që na ruan nga sherrri i tij, nga vezvesja e tij, na mbron nga çdo e keqe, që të pastron gjoksat tonë nga vezvesët e shejtanit dhe që të liron ato gjoksa nga ngushtimi që e shkakton shejtani, që të na bën Allahu xhallahu gjoks hapur, të na bën me gjoks të pastër, e që rrjedhemi nga kjo pastërti, pastaj të jetë edhe zemra e pastër, e gatshme për të adhuruar Allahun te bareka ve teala, e gatshme për të nështruar Allahun xhallahu xhelalu dhe e gatshme për të braktisë tërë atë që kërkon Zoti xhallahu ala pe tij. Deri në takimin e ardhshëm, Allahu xhallahu shpëbleft, i ruajt nga sherrri i shejtanit. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathiran.